Kylian Mbappé dhe Erling Haaland po zhvillojnë një tjetër sezon spektakolar në La Liga dhe Premier League me nga 13 gole secili, por kjo nuk mjafton për të vendosur në krye të këpucës së artë. Në një nivel me ta qëndron dhe një emër i papritur, Clement Olsen i skuadrës së Runavik nga Ishujt Faroe. Megjithatë, lideri aktual i renditjes është një tjetër që vjen nga një kampionat krejtësisht jashtë qendrës së vëmendjes. Bëhet fjalë për Darko Lemajic, sulmuesi serb i klubit të FC RFS në Letoni, i cili ka shënuar deri më tani 28 gola, duke grumbulluar më shumë se 2 fishën e pikëve të yjeve si Haaland dhe Mbappé. Me këtë ritëm ai është në rrugë të mirë për të befasuar Europën dhe për të fituar trofeun më prestigjioz. Karriera e Lemajic ka kaluar në për klube modeste si India, Napredak, Kruševac, Riga, RFS dhe një eksperiencë e shkurtër me Genk në Belgjik. Sipas rregullave të këpucës së artë, golat në 5 ligat më të forta në Spanjë, Angli, Gjermani, Itali dhe Francë shumëzohen me koeficientin 2, ndërkohë që ato të ligave nga vendi 6 deri në 21 me 1.5. Të gjitha ligat e tjera, duke përfshirë ato letoneze, kanë koeficientin 1.